A mund të shërohet çdo plagë e shpirtit? Çdo njeri pa përjashtim gjatë jetës së tij do të lëndohet. Dikush do të tradhtohet, dikush do të refuzohet, dikush do të poshtrohet, dikush do të humbas njeriu që e do më shumë, e dikush do të përjetoj pa drejtësi aq të mëdha saqë do të mendoj se nuk do të shërohet kurrë. Por pyetja më e rëndësishme nuk është kush të lëndoj. Pyetja e rëndësishme është a do të mbash atë plagë gjithë jetës tënde apo do ta shërosh? Shumë prej nesh ecin me një çantë pa dukshme mbi shpinë. Në atë çantë mbajmë çdo fjalë që na ka vrarë, çdo tradhti, çdo shkënjim, çdo refuzim dhe çdo padrejtësi. Sa më shumë kalon koha, aq më e rëndë bëhet ajo çantë. Dhe shpesh nuk e kuptojmë se nuk janë vetëm ngjarjet që na lodhin, por pesha që vazhdojnë të mbajmë brenda vetes. Është e pashmangshme që njerëzit do të na lëndojnë. Askush nuk kalon jetën pa plagë, por fatmirësisht mendja dhe shpirti i njeriu kanë një aftësi të jashtëzakonshme, aftësinë për t'u shëruar. Edhe plagët më të thella mund të shërohen. Kjo nuk do të thotë se ajo që ndodhi ishte e drejtë, nuk do të thotë se duhet të harrojmë, nuk do të thotë se duhet të justifikojmë ata që na lënduan. Do të thotë vetëm një gjë. Ne zgjedhim të mos jetojmë gjithë jetën si robër të së kaluarës. Shpesh njerëzit që lëndojnë të tjerët janë vetë njerëz të plagosur. Kjo nuk është arsye për t'i falur verbërisht dhe as nuk i hiq përgjegjësinë për atë që kanë bërë, por na ndihmon të kuptojmë se urrejtja nuk e shëron plagën tonë. Ajo vetëm e mban plagën të hapur. Shërimi fillon atëherë kur ndalojmë se ushqyeri dhimbjen çdo ditë. Kur pranojmë atë që ka ndodhur, kur përballemi me plagën, në vend që të ikim prej saj, kur zgjedhim paqen në vend të hakmarrjes, çdo plagë e pashëruar vazhdon të ndikojë në jetën tënde. Ajo hyn në marrëdhëniet tona, në mënyrë si i besojmë njerëzit, në mënyrë si i rrisim fëmijët, në mënyrë si e shohim botën. Prandaj, shërimi nuk është dhuratë për atë që të ka lënduar. Shërimi është dhuratë për vetën tënde. Sepse kur e shëron plagën, nuk ndryshon e kaluara, por ndryshon e ardhmja. Dal nga dal çanta mbi shpinë fillon të zbrazet. Frymon me lehtë, jeton me qetë, dhe zemra nuk është më rob i asaj që ndodhi dikur. Në fund të fundit, lumturia nuk vjen sepse nuk je lënduar kurrë. Lumturia vjen sepse nuk lejon që plagët e së kaluarës të vendosin për pjesën tjetër të jetës tënde. Mos e mbaj gjithë jetën çantën e plagëve mbi shpinë. Përballu me to, shëroj dhe lër shpirtin tënd të ecë i lirë. Vetëm atëherë fillon paqja e vërtetë.